Unë mendoj që asgjë nuk është rastësi. Çdo gjë që nga lindja, jeta jonë, çdo gjë që na rrethon nuk është rastësi. Dhe tani po ju tregoj disa fakte të pakundërshtueshme që duke diskutuar së bashku padyshim na informojnë. Kush është rastësisht si gjithmonë dhe nuk i ka bërë ende like faqes, që faleminderit nëse është e mundër i bëja një like faqes dhe të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi pranë bashkë. Do ta filloj nga ADN-ja. Do ta filloj nga, ose më mirë po e filloj nga spermatozoidet. Është vonë tani, kështu që ndoshta të rinjt nuk e shohin këtë, që mos të skandalizohen. Merreni me mend. Nëna dhe babai lindin një fëmijë. Por merreni me mend, në 40 milion spermatozoide linde ti. Dhe kjo është absurde, po ta mendosh, sepse janë 40 milion spermatozoide. Ndokush do ju do thotë, po mirë, është rastësi, rasti kjo rast. Dakord. Por ka ndodhur një gjë. Sepse sipas një studimi të kryer nga suedezët, jeta lind nga sepse linde përzgjedhur, nuk lind nga mbijetesa. Çdo të thotë kjo, një spermatozoid, nga studimi që është bërë, nuk lind sepse është më i forti, më i bukur apo ku ta di unë. Jo, por lind sepse është i përzgjedhur, sepse jashtë spermatozoideve gjendet një lëng që ka disa frekuenca kimike, si mund të quajmë, janë disa frekuenca kimike që përzgjedh këto spermatozoidet. Dhe seleksionimi që bën me shumë kujdes. Pra, jo sepse një spermatozoid është i fortë, një është më i bukur, më i madh apo më i vogël. Nuk ka lidhje fare. Pra duket sikur dikush i e purdhër. Dhe ky është fakti 1. Pra në 40 milion linde ti. Kështu që edhe kjo nuk diej më përpara, por me qenë se kemi studimin e fundit tani të suedezëve, mund ta themi. Pika 2. Ti, pra vetëm ti, ke një kod gjenetik që ndryshon me të gjithë familjarët e tu, me çdo kënd. Kodi gjenetik yti është i vetmi, nuk e ka askush. Dhe bile dhe ata që janë binjak, edhe vetë binjakët nuk kanë të njëjtin kod gjenetik, sepse ndryshojnë. Ndryshojnë disa numra të kodit gjenetik. Pra, kjo është pika 2, që jemi unik, se cili nga ne, unik, nuk ekziston një, si ty. Pra, nuk ka ekzistuar, nuk ekziston dhe nuk do të ekzistoj kurrë, sepse kodi gjenetik që ka një njeri është i pa diskutueshëm, që është i vetmi në univers. Ka qenë, është dhe do të mbetet i vetmi. Sepse numrat dhe kodit gjenetik që ne kemi brenda formojnë unin. Kështu që ky është një fakt tjetër, misterios, që tregon që ne kemi lindur sikur të jemi të numëruar dhe sikur të jemi të llogaritur. Pika tjetër, nëse e vini re, kisha bërë një video para disa kohësh ku thoshja që pse një breshk jeton deri në 100 vite, 200 vite, apo ndoshta 300 vjet, apo ndoshta një peshkaqen 100 vjet, dhe një balen për shembull 200, dhe njeriu të jetoj deri në 80 vjet, ose 90, hajde. Sepse kur fillon pastaj nga 100 vjeç e tutje, është degradim. Dhe kush i dha urdhër qelizave, ku këto qeliza janë të njëjtat ato që ka çdo mamifer, çdo njeri, çdo specie, çdo grimc, çdo molekul, gjithandej. Por kush ja dha urdhrin qelizave që ato qelizat njeriu të vdesin më përpara dhe qelizat e një kafshë tjetër apo të një insekti të vdesin më vonë. Ose, në qoftë se do flasim për një, e kemi thënë, një flutur jeton 24 orë, pra flutura ajo që jeton më pak. Miza jeton 30 ditë. Një mi jeton
një vit dhe një kal 40 vjet, një njeri 80 vjet. Pra, në qoftë se bën një llogaritje të secilës prej këtyre, duke sikur secili është i formuar në një mënyrë sipas programimit që ai ka. Tjetra, në qoftë se njeriu do të jetonte, sikur të jetonte më shumë njeriu, të jetonte për shembull 500 vjet, do ishte pamundur të jetojë në këtë planet. Sepse në qoftë se të gjithë do jetonin 500 vjet, sot do të kishte jo 8 miliard njerëz, por do ta shumëzosh këtë për 5, sepse 5 herë më shumë. Pra do kishte mbi 40 miliard, ndoshta 50 miliard njerëz, do hanin njëri tjetrin. Pra, unë mendoj që edhe ky është një fakt që tregon që jeta e njeriut është e shënuar. Pra, nuk është rastësore. Çdo gjë është e shënuar. E shënuar ose më mirë e llogaritur. Është llogaritur në atë formë që për çdo specie, në këtë rast edhe njeriu, të ketë një rrugë sistematike. Pra, fillon moshën e tij sa po lind fëmia, le të themi 1 vjeç, 1 vjeç e gjysmë, fillon ecën, duke filluar nga 1 vjeç, 1 vjeç e gjysmë. Pastaj fillon flet, pas 1 viti, pastaj fillon studimet etj. Dhe nëse vini re, ti mbaron të gjitha studimet e shkollës dhe në fund fare shkon dhe i gati për të bërë jetën. Pra, një jetë takosh një njeri, grua apo burr qoftë. Pse më djegin syt tani? Kush më thot pse më djegin syt? Ndoshta se isha shumë në diell sot. Dhe po thosha, unë mendoj që këto janë pika të rëndësishme që tregojnë që njeriu është me një fjalë, nuk është rastësi. Pra, çdo gjë e tij nuk është rastësi. Dhe do t'ju them diçka tjetër. Po ta shikoni disa njerëz, sepse u tregova për kafshët që të arrit tek njerëzit, disa njerëz ka disa që vdesin 100 vjeç, disa vdesin të rinj, disa vdesin sa po kanë lindur. Dhe nuk është e drejtë. Mirë po, duket sikur edhe disa edhe pas sëmundje fare, ikin nga kjo et pas sëmundje fare. Dhe vjen një moment, njeriu vdes. Mirë po, unë them që edhe kjo është e llogaritur. Pse e them është e llogaritur? Sepse, siç ju thash më përpara, nëse do të jetonim deri në 500 vjet, lere pastaj 1000 vjet, do ishte pamundur të jetojë në këtë planet. Kështu që ai seleksionimi nuk e di nga kush bëhet dhe pse bëhet dhe sa arrihet për të bërë këtë seleksionim. Pra, sa duhet jetë ky seleksionim, ose më mirë baza e jetës së njeriut, të numrit, po them, të jetës së njeriut në këtë planet. Dhe këto janë, mbaj mend kur kemi bërë, janë të rëndësishme sepse këto tregojnë që vërtet ka diçka sikur të jetë një rregullues që rregullon çdo gjë. Do të thotë ndonjëri nga ju, po më tani, të vdesë njëri i ri, nuk është, le të themi, nuk është mirë, është gjë e keqe, sepse vdes një i ri, një tjetër jeton 100 e sa vjet dhe me zor ecën në këmbë. Nuk e vendosim ne. Dhe unë thash që po të vini re çdo grimc që na rrethon, çdo qeliz, çdo atmosfera, fusha magnetike, ajri, oksigjeni, çdo gjë, dielli, hëna, çdo gjë duket e llogaritur në minimum. Dhe edhe ky është një fakt tjetër, kështu që nuk të lë shkak që ti thuash që nuk ka, që atje nuk ka gjë rastësi. Më falni, anasjelltas, atje nuk ka diçka, është çdo gjë rastësi. Pra nuk të lë shkak që ti thuash është rastësi. Sepse organizimi në çdo gjë është perfekt. Shikoni edhe trupin e njeriut, sytë e njeriut që shikon. Ne çdo gjë që na rrethon e shikojmë me sytë e gjoja të shkencës dhe jemi verbuar të shikojmë në të vërtetë natyrën se si është.
por natyra është magjike. Natyra është misteri më i madh që ne mund të kemi njohur. Dhe prapë se prapë nuk e kemi kuptuar. Ne themi që kemi kuptuar, ke kuptuar mekanizmin se si funksionon nga njëra në tjetër, po ti nuk di se si gjenerohet. Pra, kush i gjeneron? Dhe aty kupton që po të futesh në tëllësi dhe ti po t'jesh pak besimtar, kupton që ka diçka të madhe atje mbrapa. Dhe nëse ky është një fakt tjetër që tregon që me të vërtet ne kemi diçka, pra atje ekziston diçka e madhe që organizon çdo gjë, atëherë kjo është pika kyçe që dëshmon prezencën e diçkaje supernatyrore që ka programuar, jo vetëm që ka programuar çdo gjë, por bën që çdo gjë të mos jetë rastësi, por është çdo gjë e llogaritur. Po, unë mendoj që çdo gjë e llogaritur. Shiko, po të shikoni rreth familjarëve tuaj, shokëve, miqve apo kushrinjve, po t'i vini re, ka disa nga këta sikur edhe mos të bëjnë gjë prap arrin. I keni vënë re? Janë të aftë që arrin. Nuk është vetëm aftësia e tyre sipas mendimit tim, por ka diçka tjetër që është mbrapa që ne nuk e kuptojmë. Kështu që nëse më pyesni mua, nëse kush ka shkruar në këtë ormë? Nëse më pyesni mua, nëse çdo gjë është e llogaritur dhe nuk është rastësi, personalisht them që asgjë nuk është rastësi. Dhe grimca më e vogël është e llogaritur dhe çdo gjë që na rrethon është matematik, sepse universi ose krijuesi flet me matematik. Ky është mendimi im. Megjithatë unë do të dëshiroja një mendimin tuaj. Mendoni se çdo gjë që na rrethon është rastësi? Ju çfarë gjërash mund t'ju kenë ndodhur që të mendoni që është rastësi ose që mendoni që nuk është rastësi? Pra, ju ka rastisur të ndodhë diçka? Pres komentet tuaja. Ju përqafoj, natën e mirë, faleminderit që jemi bërë bashkë. Natën, ju lexoj. Po s'mundem të përgjigjem të gjithëve. Hajde, natën.